Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 23 një radio-televizionin publik të Kosovës. Londra ka mbledhur sot liderët e Ballkanit Perëndimor në samitin e Berlinit. Në këtë samit ku po marrin pjesë edhe disa udhëheqës të Bashkimit Evropian, është thënë se ai do të fokusohet në forcimin e bashkëpunimit politik, ekonomik dhe infrastrukturor, si dhe për shpejtimin e integrimit evropian në vendet e Ballkanit. Në këtë samit, kryeministri në detyrë Albin Kurti tha se përparimet e bëra në Kosovë mbesin nën hijen e kërcënimeve dhe agresionit të vazhdueshëm nga Serbia, duke kërkuar ndër të tjera që Beogradit të mos lejohet të veprojë pa u ndëshkuar. Paqja dhe stabiliteti në rajon, forcimi i bashkëpunimit politik, ekonomik dhe përshpejtimi i integrimit evropian të vendeve të Ballkanit janë temat e samitit të Berlinit që u mbajt sot në Londër. Në këtë samit morën pjesë liderët e shteteve të Ballkanit Perëndimor e të shteteve të Bashkimit Evropian. Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, është pritur në samit nga sekretarja e shtetit për punë të jashtme të Mbretërisë së Bashkuar, Yvette Cooper. Në fjalën e tij në samitin e 12 të procesit të Berlinit, Kurti tha se Serbia po vazhdon kërcënimet dhe agresionin kundër Kosovës. Ai përmendi sulmin terrorist në Banjsk, duke theksuar se Serbisë nuk duhet t'i lejohet të veprojë me pandëshkueshmëri. Me gjithë këtë, përparimi ynë mbetet nën hijen e kërcënimeve dhe agresionit të vazhdueshëm nga fqini ynë verior. Sulmi terrorist në Banjsk nuk mund të injorohet. Milan Radojčić ka pranuar përgjegjësinë, megjithatë drejtësia ende nuk është vënë në vend. Fqini tonë armiqësor në veri nuk duhet t'i lejohet të veprojë me pandëshkueshmëri, pasi kjo nxit inkursione të reja dhe dërgon një sinjal të rrezikshëm se sulmet ndaj sovranitetit dhe integritetit territorial të Kosovës mund të mbeten të pandëshkuara. Tutje, Kurti në samit përsëriti se prioriteti i Kosovës është antarësimi në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Sot, kur kemi një luftë në Evropë si pasojë e agresionit rus në Ukrainë, Londra mund të ndihmojë shumë duke mbështetur vendet e Ballkanit Perëndimor që duan t'i bashkohen NATO-s, duke mbyllur kështu këtë boshllok të rrezikshëm të sigurisë. Ne kemi qëllime të përbashkëta dhe vlera të përbashkëta dhe nuk kemi alternativë tjetër përveç antarësimit në BE dhe NATO, të cilat duhen parë si pika të forta. Procesi i Berlinit është nismë diplomatike që u themelua nga ish-kancelarja e Gjermanisë Angela Merkel në vitin 2014, që synon afrimin e vendeve të rajonit me Bashkimin Evropian. Lideri i vetëvendosjes Albin Kurti, me të kthyer nga samiti i Berlinit, do t'i bie të përballet me afatin e fundit për krijimin e qeverisë. Ani pse deri tash Kurti dhe antarët e tij të partisë kanë deklaruar pa ndërprerje se i kanë votat për qeverinë, ka qenë vetë kryeministri në detyrë, i cili së fundmi nuk e mohoi se mund të dështojë në krijimin e kësaj qeverie, duke theksuar se duket se alternativë janë zgjedhjet. Do të ndjekim në vazhdim kronikën e cila flet për periudhën 8 mujore të përpjekjeve për krijimin e institucioneve të dala nga zgjedhjet e 9 shkurtit. Kanë mbetur edhe 4 ditë para datës 26 kur konsumohet afati për numrat e nevojshëm që ia mundsojnë mandatarit, kryetarit të lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti, prezantimin e kabinetit që çon në formimin e qeverisë së re të vendit. As sot gjatë ditës nuk pati sinjale nëse po punohet në drejtim të sigurimit të 61 votave të nevojshme që do t'ia mundsonin vetëvendosjes të materializonte rezultatin e 9 shkurtit. Pas kalimit të disa muajve në një blokadë institucionale mes partive në kuvend që kanë shpërfaqur qëndrime diametralisht të kundërta mbi konstituimin e legjislativit, mbetet e paqartë nëse deri të dielën vetëvendosja do të arrijë të sigurojë partner për bashkëqeverisje. Lëvizja vetëvendosje, që ka vetëm 48 deputet bashkë me pakicat jo serbe, nuk arrin numrin prej 61 votave të nevojshme për të formuar qeverinë.
Ajo është shprehur e gatshme për një bashkëpunim me Lidhjen Demokratike, por kryetari i saj Lumir Abdigjiku ka deklaruar vazhdimisht se LDK nuk i bashkohet në qeverisje vetëvendosjes dhe dëshiron të qëndrojë në opozit. Vetëvendosje po ashtu ka deklaruar se nuk bën koalicion me Partinë Demokratike as me listën serbe. Përndryshe, partia e udhëhequr nga Albin Kurti gjatë gjithë kohës sa kanë zgjatur seancat e pasuksesshme për ta zgjedhur Albulena Haxhiun kryetare, kanë deklaruar se i kanë votat për qeverinë. Nga ana tjetër ka pasur zëra vazhdimisht për synimin e 4 partive tjera shqiptare në kuvend për ta bërë qeveri në rast se mandatari i parë dështon t'i bëjë numrat. Kryeministri në detyrë nga Londra dje deklaroi se mbetet alternativ shkuarja në zgjedhje nëse nuk bëhen numrat për qeverinë e re deri të dielën dhe po ashtu tha se nuk sheh vullnete as synim të taborit politik deri tash opozitar për ta marrë përgjegjësinë për krijimin e ekzekutivit. Partia Demokratike që siguroi 24 ulëse në zgjedhjet e 9 shkurtit, Lidhja Demokratike që ka 20 deputet në parlament, Aleanca 5 deputete, Nisma Socialdemokrate 3, bëjnë bashk 53 deputet, numër prap i pamjaftueshëm për krijimin e qeverisë së re, nëse nuk merr mbështetje nga komunitetet jo serbe. Deri më 26 tetor, Albin Kurti ka afat ta formojë qeverinë e re të vendit dhe rrjedhimisht ta dërgojë në Kuvendin e Kosovës propozimin e tij për kabinetin qeveritar, i cili duhet të marrë së paku 61 vota nga 120 deputet të Kuvendit. Kabineti duhet i siguroj votat e 61 deputetëve brenda këtij afati, por nëse kjo nuk ndodh, presidentja është e obliguar që brenda 10 ditëve të ftojë në konsultim edhe një herë partitë politike, edhe të vendosë sipas diskrecionit të saj për mandatarin e dytë, nëse i dëshmohet se i ka numrat për ta formuar qeverinë. Edhe i dyti ka 15 ditë kohë që t'ja paraqes kuvendit për bërjen e kabinetit qeveritar. Nëse qeveria nuk formohet as pas 40 ditësh, presidentja duhet të shpallë dekretin për zgjedhjet e reja, që duhet të mbahen 40 ditë prej shpalljes së vendimit. Forca e Sigurisë së Kosovës përmes regjimentit të 3 të komandës së forcave toksore po zhvillon ushtrimin fushor Ujkushigjet. PSK thekson se ky ushtrim vjen pas një cikli të gjatë trajnimesh dhe përgatitjesh intensive në kuadër të procesit të validimit të regjimentit. Gjatë këtij ushtrimi po teston aftësitë dhe kapacitetet luftarake të njësisë në nivel taktik me qëllim që të vlerësohet gatishmëria operative dhe përmbushja e standardeve të kërkuara, ka njoftuar Forca e Sigurisë së Kosovës. Ndërkohë Mbretëria e Bashkuar vazhdon mbështetjen afatgjat për Kosovën si në mënyrë të dy anshme, ashtu edhe përmes NATO-s deri në vitin 2028. Sipas një njoftimi, forcat e armatosura britanike do të vazhdojnë të mbështesin një mision paqëruajtës të udhëhequr nga NATO në Kosovë për të paktën 3 vjet të tjera. Angazhimi do të përqendrohet rreth një force rezervë prej qindra ushtarakësh britanik që mund të vendosën në Kosovë për të ndihmuar misionin me një njoftim të shkurtër nëse është e nevojshme. Vendosja e fundit e madhe e Mbretërisë së Bashkuar për ta mbështetur misionin u zhvillua në vitin 2023 pas një sulmi të dhunshëm kundër policisë në veri të Kosovës. Zgjatja e mbështetjes së Mbretërisë së Bashkuar për KFOR-in deri në të paktën në dhjetor të 2028-s përmbush qasjen e qeverisë NATO e para, thuhet në njoftim. Dhomat e specializuara në Hag i kanë shtyrë për në muajin nëntor seanca gjyqësore të paraparat nisin nga hëna. Sipas zëdhënësës speciales Angela Griep, anulimi i seancave nga 27 deri më 30 nëntor është bërë për arsye praktike logjistike. Seanca e radhës është caktuar për 3 nëntor, thuhet në përgjigjen e dhomave të specializuara. Ndonë se ishte paraparë që procesi gjykimit të ish-krerëve të UÇK-s të vazhdonte të hënën, dhomat e specializuara në Hag i kanë shtyrë seancat për në muajin nëntor. Anulimi i seancave nga 27 deri më 30 nëntor është bërë për arsye praktike e logjistike. Seanca e radhës është caktuar për 3 nëntor 2025, thuhet në përgjigjen e zëdhënëses së dhomave të specializuara. E sipas kalendarit të speciales me shtyrjen e 4 seancave të tetorit, në muajin nëntor janë parapar 16 seanca gjyqësore dhe 8 të tjera në dhjetor për të shkuar në pushim dimror.
Për shtyerjen e seancave ka folur nën kryetari i organizatës së veteranëve të UÇK-s Fatmir Sopi, i cili tha se zvarritjet e procesit ndaj ish-krerëve nuk janë diçka e re. Por sipas Sopit, shqetësuese tani është refuzimi i provave të mbrojtjes së Krasniqit për krimet serbe në Kosovë, pasi siç tha ai, speciala me këtë dëshmoi përsëri njanshmërinë e saj. Kjo tregon a priori se kjo gjykatë ka marrë anën e prokurorisë. Gjithmonë prokuroria ka qenë më e përgdhelur nga ky trup gjykues, ndërsa sa i përket dëshmive që janë ofruar nga mbrojtja është turp për atë gjykatë që mos të thuhet se nuk janë asgjë relevante për neve krimet që ka bërë pushtuesi serb në Kosovë, kur dihet me mira njerëz të vrarë, të persekutuar, të masakruar, fëmijë, gra, pleq. Bazuar në zhvillimet e deritanishme, vendimi i shkallës së parë për thashin dhe të tjerët, sipas avokatit Ardian Bayraktari, mund të merret në fillim të vitit të ardhshëm. Por edhe Bayraktari thotë se është padrejtësi që refuzohen provat e palës kosovare dhe pranohen ato nga institucionet serbe. Kjo dëshmon e bindjen time mungesën e vullnetit edhe të gjykatës përveç të prokurorisë për me ardhur deri te e vërteta e asaj që në fakt ka ndodhur në vitin 1998-99 për faktin se këto prova do të shkonin në funksion të konstatimit të asaj se kush ka kryer krime, e siç dihet natyrisht janë autoritetet serbe, të cilët edhe si urdhërdhënës, por edhe si ekzekutor i kanë kryer një varg masakrash dhe krimesh në vitin 1998-99. Gjatë nëntorit në gjykatë pritet të vijë dëshmitari 5 si mbrojtjes së faqit, derisa në shenjë kundërshtimi me gjykatën dhe procesin pas 2 protestave në Prishtinë, një në Hag dhe një tjetër në Tiranë, është paralajmëruar se protesta radhës do të mbahet në një kryeqendër evropiane. Gjykata themelore në Prishtinë, departamenti special i ka njoftuar se ka caktuar seancën e shqyrtimit fillestar në çështjen penale kundër të pandeurve Lubomir Çembirović, Predrag Bradić dhe Milivoje Ivić për shkak të veprës penale krimet e luftës kundër popullsisë civile. Sipas propozimit të Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës, gjykimi në këtë çështje do të zhvillohet në mungesë të pandeurve për shkak se të njëjtit kanë qenë të paarritshëm deri në momentin e ngritjes së aktakuzës. Për këtë arsye, përmes kësaj komunikate, gjykata ju bën thirrje të pandeurve që të paraqiten dhe të dorëzohen para organeve të ndjekjes së Republikës së Kosovës. Gjithashtu bë thirrje të gjithë personave që posedojnë informacione relevante lidhur me vendodhjen e të akuzuarve që t'i komunikojnë këto informacione policisë së Kosovës apo organeve tjera kompetente. E në vendet e Bashkimit Evropian ku jetojnë shqiptarët po vazhdon promovimi i librit të autorit Nusret Plana që dokumenton dhunën dhe terrorin shtetëror serb mbi fëmijët shqiptar gjatë periudhës 1980 e 1999 në vendin tonë. Gjatë promovimit në Gjermani u theksuar rëndësia e kësaj vepre si dëshmi e fuqishme historike, ndërsa u kujtua se vrasja fëmijëve mbetet një gjurmë e paharuar në historinë kombëtare dhe shtetërore të vendit tonë. Ndaj Serbisë, që asnjëherë nuk ka kërkuar falje për gjenocidin e kryer në Kosovë, Parlamenti Evropian përmes një rezolute që e miratoi sot dënon fuqishëm polarizimin politik dhe shtypjen shtetërore të vazhdueshme në Serbi. Një vit pas aksidentit tragjik në Novi Sad, përmes një rezolute, eurodeputetët kanë shfaqur shqetësimin për propagandën anti-BE dhe pro-ruse në Serbi. Parlamenti Evropian bën thirrje për llogaridhënie dhe reforma demokratike në Serbi dhe kërkon t'i vendosen sanksione Rusisë. Parlamenti Evropian ka miratuar një rezolutë të jashtëzakonshme për Serbi në prag të përvjetorit të shembjes së tendës në stacionin e trenit në Novi Sad, ngjarje kjo që shkaktoi protesta në mbar vendin. Miratimi të rezolutës i ka paraprir një debat në të cilin komisionerja për zgjerim Marta Kost tha se tragedia në Novi Sad dhe pasojat e saj kanë thelluar më tej polarizimin në shoqërinë serbe. For the past 11 months, Serbian citizens led by Gjatë 11 muajve të fundit, qytetarët serb të udhëhequr nga studentët kanë protestuar në të gjitha qytetet e Serbisë duke kërkuar llogaridhënie për këtë tragjedi. Korrupsioni dhe mungesa e përceptuar e përgjegjësisë ishin dy nga shkaqet kryesore të protestave. Gjithashtu, pakënaqësia e njerëzve lidhet kryesisht me mungesën e demokracisë, kapjen e mediave dhe pandëshkueshmërinë e politikanëve.
Eurodeputeti Tonino Picula, raportues për Serbi në Parlamentin Evropian, theksoi se tragedia në Novi Sad dëshmon se korupcioni nuk është vetëm një krim, por shkatron institucionet dhe merr jetë njerëzish. Ndërsa qeveria serbe përsërit se dëshiron të antarësohet në Bashkimin Evropian, ajo po largohet gjithnjë më shumë nga vlerat themelore evropiane. Progresi matet me reforma konkrete, jo me premtime boshe. Institucionet e pavarura, media e lirë dhe qytetarët duhet të jenë partner të qeverisë, jo shënjestra të teorive konspirative. Ky debat dhe kjo rezolut nuk janë sulm ndaj Serbisë. Evropa nuk e ka zhgënjur Serbinë. Qeveria në Serbi po zhgënjen qytetarët e saj. Në rezolutën e miratuar, Parlamenti Evropian dënon shtypjen e protestuesve nga ana e qeverisë, pengimin e drejtësisë në identifikimin e përgjegjësve për tragjedinë dhe polarizimin në rritje në Serbi. Gjithashtu rezoluta hedh poshtë pretendimet e qeverisë se shembja e tendës ishte rezultati terrorizmit apo sabotimit dhe dënon mobilizimin e individëve me të kaluar kriminale nga ana e partisë në pushtet. Ndërkohë një person është plagosur si pasojë të shtënave pranë kuvendit të Serbisë në Beograd gjatë një incidenti ku shpërtheu edhe zjarri në një tendë aty pranë. Këtë incident Vučić e ka cilësuar si akt terrorist, ndërsa opozita serbe ka nënvizuar se regjimi Vučićit ka organizuar një bazë paramilitare në qendër të Beogradit. Një person në Fushë Kosovë ka humbur jetën pasi që ka rënë nga lartësia në hapësirën ku ishte parapar të vendosej ascensori pasi që objekti ishte në ndërtim e sipër. Sipas policisë, rasti ka ndodhur në rrugën Agron Ramadani në Rahmanin, fakt në Uglar, ku ka humbur jetën viktima mashkull 77 vjeçar. Rasti është duke u hetuar nga njësitet kompetente në koordinim me prokurorinë. Vazhdojmë me lajmet tjera. Tetori njihet si muaji i ndërgjegjësimit për zbulimin e hershëm të kancerit të gjirit. Shumë nga qendrat e mjekësisë familjare ofrojnë shërbime falas të kujdesit shëndetësor për mbrojtjen e shëndetit të grave. Zyrtarët shëndetësor thonë se është rritur numri grave që po e bëjnë mamografin, ndërka që mamografia si ekzaminim mbetet metoda më rëndësishme diagnostifikuese për zbulimin e hershëm të kancerit të gjirit pasi mundëson trajtim më efektiv të kësaj sëmundjeje. Edicioni i tretë i festivalit të këngës në RTK do të mbahet më 6, 7 dhe 8 nëntor. Kjo ngjarje ka arritur të jetë ngjarja më e madhe në rrafshin kulturor dhe platforma ideale për promovimin e artistëve, ka thënë drejtori artistik i festivalit të këngës në RTK, Florent Boshnjaku. Ai ka potencuar se këtë vit gjithë fokusi është e përmbajtja muzikore. Festivali është fest. Ndash garus, ndash jo garus është fest. Gara thjesht e përcakton një individ i cili mundet në një moment dikuj me i pëlqy ma shumë apo ma pak. Mirë po në asnjë mënyrë nuk e zhvlerëson një artist i cili merr pjesë në festival. Sepse vetë fakti që ti je pjesë e festivalit, ti je pjesë e ngjarjes. Do të thonë, ajo mjafton për secilin artist me përmbush veten. Edhe ka artistri, po ka dhe artistë konsoliduar në treg, cilët me siguri nuk e kanë të lehtë në ditë sodit, me pas një diçka që festivali RTK ofron, e që është një skenë i jashtëzakonshme, e përgatitme nga një staf i jashtëzakonshëm. Pjesa më e bukur është orkestra, me veç me mbledhat orkestër, ata njerëz profesionistë që i kemi në band në orkestër. Vazhdojmë me një lajm nga bota, vetëm një ditë pasi takimit Trump-Putin u shty për një kohë të pacaktuar, Rusia kreu stërvitje bërthamore. Rusia njoftoi të mërkurën se kishte kryer një stërvitje të madhe që përfshinte armë bërthamore një ditë pasi Shtetet e Bashkuara njoftuan një shtyrje të planeve për një samit të dytë mes presidentëve Vladimir Putin dhe Donald Trump.
Kremlini publikoi një video që tregon generalin Valeri Gerasimov, kreu në shtabit të përgjithshëm, duke i raportuar Putinit mbi stërvitjet. Ato përfshinin edhe lëshime praktike të raketave balistike ndërkontinentale, të cilat janë të afta të godasin Shtetet e Bashkuara. Sipas Kremlinit, gjatë stërvitjes u kryen lansime të raketave balistike ndërkontinentale dhe atyre kryqëzore të lëshuara nga ajri. Në momente kyçe të luftës në Ukrainë, Putin ka lëshuar shpesh mesazhe për fuqinë bërthamore të Rusisë si një sinjal paralajmërues për Kievin dhe aleatët e saj në perëndim. NATO gjithashtu ka kryer ushtrime parandaluese bërthamore këtë muaj. Putin dhe Trump folën javën e kaluar dhe u pajtuan të mbanin një summit në Hungari që Kremlini tha se mund të zhvillojë brenda disa javësh, por pas një telefonate të hënën mes diplomatëve më të lartë të dyja vendeve, Shtëpia e Bardhë tha të nesërmen se Trump nuk kishte plane për të takuar me Putinin në të ardhmen e afërt. Ai tha se nuk donte të kishte një takim të kotë, diçka që Moska gjithashtu thotë se dëshiron ta shmangë. Zyrtarët rus megjithatë thanë se përgatitjet për një summit vazhdojnë. Të nderuar shikues, ndoshët lajmet në RTK bashkë me ekipin realizues ju falenderojmë për kohën që ndat me ne. Mirupafshim.